Mjafton të udhëtosh 43 kilometra larg qytetit të Shkodrës dhe në lartësi 900 metra mbi nivelin e detit, në bashkëmalësi e madhe të mbërish në një destinacion turistik si Razma, që i ruan atraksionet e saj në të 4 sinët e vitit. Mjafton që temperaturat të zbresin vetëm pak nën zero dhe bardhësia e borës këtu të tundoj me 10 vizitor nga e gjithë Shqipëria. Para të 30 viteve të s'ka pas këtë gjatëri si kasat. Të marrin e pastër, gatimet tradicionale që kanë lokalet. Edhe vetë që 70 vjeç më pa qefi me dalë edhe mua. Ftohtin si jemi deri tani? Mirë. Ke marr masat? Pa. Çorape leshi sot? Tana. E di që është kaq bukur apo të kishin thënë? Më kishin thënë, po që se dje që do kishte kaq barë. Si keni planifikuar ju? Të rinj 2-3 orë të shkoni apo të qëndroni një natë? Thjesht do vi për trek edhe do ikim përsëri, se kemi shkollë nesër. E zbuluar në shekullin e 19 nga të huajt, e shfrytzuar nga barinj të rreth viteve 1920, e shtetëzuar 33 vite më vonë duke u krijuar kampi i pushimit të punëtorëve deri në 1990, historiku i Razmës vijoi me përpjekjet e subjekteve private për ta kthyer atë të vizitueshme, prej të cilave sot afërsisht 6 prej tyre vijojnë aktivitetin, pasi konkurenca i mbylli të tjerat. Në Razëm gjen vërtet turizëm elitar, por pushuesi shprehin pak kënaqësi për shërbimet që ofrohen. Natyra është fantastike dhe është gjynata shash. Në lidhje me turizmin mund të them që pash një ndryshim midis të premtes dhe shtunë të diel shërbimi. Ishte calonte të premten shumë, ushqimi aty ishte, po shërbimi ndryshonte. Domethënë calonte ishte më pak i hajri të themi. Nuk ishte personel dhe ishte më të ngadalët në shërbim, në plotësimin e kërkesave, sepse gjërat mungonin dhe normalisht do detyrohesh është të kërkosh, qoftë flasim tek peshqirët, nëse mungoj do t'i kërkosh. Në qoftë se është ftohtë te pishina, do kërkosh që të ngrihet temperatura. Këto gjëra ditën e shtu në darkë dhe të diel ishin shumë brenda kushteve të duara, më shumë optimale. Nga ana tjetër, nëse rruga qëndron e hapur deri në mbërritjen e qendrës së Razmës, në brendësi të saj, bora e cila nuk pastrohet dhe rënja e temperaturave, krijohet konfuzion jo vetëm tek këmbësorët, por dhe në parkimin apo qarkullimin e mjeteve. Me këpucët dalë si jemi një herë të shikojmë ta këpucët? Okej, shkujti ka hyrë ujit e këpucët? Po mos i thuaj atyre se do të thonë hajde vrap, brenda. Do luani me topa bore me fëmijët e tjerë. Do gjuheni me njëri tjetrin apo do tentoni të gjuani edhe ndonjë tjetër? Si mendoni juve? Njëri tjetrin. Gjithë asaj duke i pa si reagojnë, Po, duke i parë. Zërat e fëmijëve janë gjallëria e këtij vendi, prandaj mjaft prindër zgjedhin edhe udhimet brenda ditës për t'i kënaqur ata. Kjo pllaj karstike që vështirë të gjendet në këto përmasa në Alpet shqiptare, rreth malit të Veleçikut, meriton një vëmendje të shtuar për ta kthyer atë në një nga vendet më të frekuentuara në të gjithë Shqipërinë. Detajet e një udhimi një ditor në Razëm ju do të keni mundësinë t'i ndiqni së shpejti në emisionin Pushosh Shqiptarçe të TV1 Channel.